Makina përplaset me shtyllën, aksidentohet çifti i bashkëshortëve. Një çift bashkëshortë është pësuan lëndime pas një aksidenti automobilistik pas ditën e djeshme në zonën e Ish-Kënetës në Durrës. Automjeti me cilin ata po udhëtonin u përplas me një shtyllë që ndodhej në Karexhat. Sipas dëshmitarëve në zonë, bashkëshortët rreth moshës 57 vjeç të ardhur nga Greqia po lëviznin me automjet kur u përplasën me shtyllën në rrugë. Edhe pse rruga është asfaltuar së fundmi, shtylla nuk është vendosur, duke u kthyer në një rrezik të vazhdueshëm për drejtuesit e mjeteve. Policia shkoi në vend ngjarje dhe po heton shkaqet e aksidentit, ndërsa çifti kanë marrë ndihmën e parë mjekësore në spital.